Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje. Jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi rikthyer përsëri në të njëjtën tonë që dikur ishte njëjtja e vajzave, por tashmë me Salionin në mesin tonë që është përsëri këtu. Ne e prish dhe ne nuk e themi dot më. Saliona, je pak përshtypjet e para të familjarëve dhe të afërmëve të tu, shoqëri. E di çfarë është bukur fare, para se të them te. Jena vesh gjithë me të bardha sot. Kemi kombinimi sot. Çfarë rastësie domethënë. Tani më tregova çfarë të tha shoqëria edhe të afërmit kur të dëgjuan në radio. Më thanë mu, plako fol më shumë. I thashëm, por qa me fol më Atë gocat me fol. Duhet me qovë me goca me pas. A keni pa me këjava aty apo jo? Qa përkujnë në satyre Na është rikthyer dhe Engji. Të gjitha ata që menduan se unika. Po mirë, kot pyetje, pse s'u vesha me të bardha sot? Ishte për hudhër, ta merrte vëmendje. Është rikthyer fuqishëm dhe nuk ka rënë në kompromis me grupin që të vishë me të bardha. Ajo do të bëj dallime sepse rikthehet pas 2 javësh. Mirë se na u riktheve Engji. Shumë kënaqësi të kemi në mesin tonë. Ai, po mama kishte munguar. Po Salion. Edhe mua kishte munguar shumë. Megjithatë, përveç Engjit në mesin tonë sot është Edisa. Edisa, përshëndetje. Përshëndetje goca. Dhe çun. Shikon të gjithë ngatrohen. Përshëndetje goca. Po hall shumë mice, është më bëj. Është si vesh ka me zjamet tjetër. Edisa në fakt është njoftuar shumë pikante, kemi lënë edhe një emoji spec djeks aty. Unë do mendoam të jem sa më ëndër. Komentet e saj. Jam vesh edhe kështu si sweet si kështu. Po, nuk të lëm, nuk të lëm. Nuk shkon kjo si ti duhesh bomba aty. Ashtu do vërtet. Edisa, na trego pak si kanë qenë këto ditë për ty, ke qenë shumë aktive, me çfarë nuk je marr? Na trego pak më shumë. Me thënë drejtën, përveç pushimeve që u kënaqa shumë dhe i kisha super të merituara, kam pas dhe projekte në televizion, siç ishte Miss Universe Albania, ku më dhanë prezantimin, host spektaklit, dhe me thënë drejtën kam dalë me një përshtypje dhe një energji tepër të mirë. E ke parasysh kur kalon mirë diku dhe e mban me vete atë emocionin, dhe mendoj që përveç se kalova mirë, më kanë thënë që dhe kam dalë mirë. A ishte eksperjenca jote e parë në moderim? Në moderim po. Dhe të kesh moderime spektakli, që faktikisht nuk është gjë e lehtë, po është diçka shumë madhështore dhe për mua t'ja ke dalë mban shumë mirë. Edhe mua më ke pëlqyer. Do e tregoj dhe sekretin. Na e tregon. Piva një shot, dopjo shot. Ai dinte domethënë sa dilja në impaktin e parë dhe pastaj çdo gjë tequila. Durëm pas. A të pëlqen moderimi, mendon që është për afatgjat? Dëgjoj, në fillim kur isha në prova dhe haja vazhdimisht këto kritikat, sepse normalisht donin që dilja sa më mirë, një moment thash, okay, nuk është për mua. Domethënë leje, nuk jo çdo kusht e meriton një mikrofon përpara, mendoj unë, se është bë pak rëndom kjo gjëja që kush del nga një reality show mendohet se ka aftësinë për të mbajtur një emision. Jo, është shumë e vështirë. Kështu bravo që e bëni, si ju jam feliz. Që thjesht sa ç'duket, kur e provova, e kuptova. Jo. Kuptova që e ka thul me mua. Jo, se kemi dhe Nikol. Një përshëndetje speciale patjetër për Edisën edhe shumë urime. Edisa, nëse do të jepi mundësia të zgjidhje një emision në Top Channel, e ke menduar ndonjëherë kë do moderoje? Mendoj në qoftë se do më jepë mundësia, do bëja diçka komplet ndryshe që nuk është parë, diçka për të cilën unë si njeri që nuk shoh shumë televizion, do merja mundimin ta ndizja televizionin. Normalisht duhet ishte diçka për vajzat, diçka në lidhje me bukurinë, diçka në lidhje me fitnessin, diçka në lidhje konkrete? Jo. Mos të bëj nga këto që kam shumë projekte, Për momentin jam duke shiu pushime. Ka shumë nga ata që thonë kam shumë projekte. Shumë kërkesa. Unë fakt do doja Ramëndze, jo. Jam me këmbë në tokë. Unë do doja një emër konkret, një nga ato emisione që janë ekzistues aktualisht. Mi kujto pak. Te Top Arena për shembull. Top Arena? Shizon Topin, do thoya unë, meqense është tek. Shizon Topin po, është shumë nice. Po, tepër nice është, po. Do ta kishë moderuar. Moderim apo juri? Duke marrë parasysh se unë shquhem për sinqeritet dhe për komente shumë të drejta, mendoj dhe unë që jurinë dhe bëja më mirë se sa moderime. A nuk mendon që opinionisti është pak më vështirë se sa moderime, sepse duhet të jesh shumë konkrete, po ndonjëherë
edhe kujdesshme me ato Mos e treprosh po në komentet. Po mendoj që këtë aftësi e kam. Ajo aty shkëlqen, është shumë e rëndësishme. Mendoj se do bëja pa problem, domethënë, do isha shumë objektive dhe e qartë, se I kam bezdi këto lulet në për emisione, që thuan shumë fjalë dhe në fund ti nuk e thën asgjë. Të lutem thoni diçka konkrete, se mos ta lodhi domethënë me këto klishet. I kemi dëgjuar, dëgjuar, duam diçka më konstruktive, më. Unë do të bëj një pyetje nga gjithë vajzat e ekranit që janë në moderim. A ke ti një figurë me cilën ti e shikon edhe inspirohesh? Unë mendoj që e veçanta dhe suksesi është që secila nga ato vajza sjell atë versionin e vet. Dhe më pëlqejnë, dhe pse janë profile të ndryshme, më pëlqen Grida Duma, më pëlqen Luana Vjollca që janë komplet të stile ndryshme. Domethënë secila në atë gjën që bën, mendoj që e bën shumë mirë, kështu që jo, dikë konkrete nuk kam, po që I vlerësoj dhe më pëlqejnë janë disa. Unë në fakt doja të shkëputesha pak nga kjo puna, moderimi, lodhja, gjitha doja të thesha pak tek ato pushime. Tek ato pushime që ishin goxha luksoze, është e vërtetë. Jo, nuk po të ngacmoj të shifra. Pak më vonë, para disa kohësh në trotuar ti ke dhënë një deklaratë se ke qenë në një njohje me një djalë që ishte më I vogël në moshë me ty. Ishe gjumate me pushime? Jo. Po pse dikot? Jo, family first. Kështu që pushimet e para që bëra ishin totalisht me familjen, e kisha shumë të nevojshme. Se nuk e di nëse kanë ndodhur varzave të tjera, por kur dola nga Bigu, sikur u mbylla pak disa ditë, domethënë doja të rrija në shtëpi. Nuk kisha shumë dëshirë që të ndaja sepse duke qenë se aty brenda sado që duket si eksperiencë e bukur dhe është, por ke një lodhje mendore duke u marrë me shumë njerëz. Një pyetje për të gjitha ndoshta nga ju. Duke parë se ekspozimi në Big Brother është I tipit që të gjithë shohin gjithë rutinën tënde nga mëngjesi deri në darkë. Është arsyeja kjo pse kur del nga Bigu ti mblidhesh pak tek vetja jote apo për ty në rastin tënd nuk ka qenë ky? Jo, nuk ka qenë ajo, sepse unë nuk është se kam shumë problem pjesën, sado që jam rob privat, po nuk e kam problem atë gjykimin. Vjen pak me moshën kjo fitimi vetbesimit që nuk të ndikon asnjë koment në rrjet. Ti e di kush je, nuk do ta tregoj një adresë fallse diçka që ti s'di për veten. Ato që kam bërë di më mirë se sa fanzat apo hatersat si të quajnë si doni. Kështu që mendoj që konsumohesh pak sepse merresh me shumë persona. Që ti në jetën reale nuk e pse merresh aq shumë, domethënë edhe për gjën më të vogël dhe me aq shumë njëkohësisht, kështu që kjo është që ti tërhiqesh dhe do pako me veten, me time, aty nuk ka me time. Këto më duke ndaluar dhe pak te Bigu patjetër, edhe tek eksperjenca jote. A është diçka që mbas Bigut ti e ke ndryshuar te vetvetja në tërësi ose diçka specifike ose ndoshta edhe fare patjetër, por që më kanë thënë që kam ndryshuar mënyrën se si jam, domethënë jashtë kamerave që jam pak më e kujdesshme. Si ças veten te të tjerë? Unë jam jo fare ashtu, unë kjo jam, nuk e por në momentin për shembull po e marr kot në një restorant, kam qenë pak më e zhdërvjell, tani duke qenë se mund të kesh njerëz që të duan dhe s'të duan dhe të kapin në çdo moment të mundshëm, je pak më e kujdesshme. E vetmja gjë që mendoj që kam ndryshuar është jam pak më e kujdesshme. Por kjo ndodh para, domethënë 4 gotat e para, se pastaj ka me gjithë ngjyrat e mia. Pa filluar me tekila, është. Kështu që këtë gjë tjetër jo, nuk mendoj. Pushimet me të shtëpisë u kënaqa shumë, ai resort ishte shumë i bukur. Ishte një dhuratë që ti ja bëre vetes dhe familjes. Po, patjetër, sepse e meritoni, sepse unë vet nuk kam mbajtur shumë stres për pjesën e Bigut, për familjarët ne e dim tashmë që janë ato që mbajnë të gjithë preshën. Këto bisedat e Big Brotherit ne do t'i vazhdojmë edhe pjesën tjetër, se pjesës së parë erdhi fundi, ju dëgjues. Po, ikën fluturojnë me ne. Dëgjues të dashur, vazhdoni ta ndiqni në Top Albania Radio, rikthehemi pas pak.